Dielli ka luajtur një rol të rëndësishëm në pasurimin me besnikërinë të historisë të trazuar të kombit tonë, duke mbështetur çështjen kombëtare, duke nxjerrë në pas zhvillimet në komunitetin tonë shqiptar-amerikan dhe duke nxitur krijimin e shoqërive demokratike të drejta dhe të begata shqiptare. Si çdo media dhe institucion tjetër shtypi, në historinë e tij të gjatë, Dielli ka patur uljet dhe ngritjet e veta. Por me ndihmesën e tij të gjithanshme, Dielli me të drejtë ka zënë një të rëndësishëm në analet e historisë shqiptare. Kohët e fundit edhe Zëri Amerikës shënoi një përvjetor të rëndësishëm, 74 vjetorin e krijimit në shkurt të vitit 1942. Muajin e ardhshëm, në datën 13 maj, ne do të shënojmë 76 vjetorin e transmetimit të parë të gjuhështive. Dielli dhe Zëri Amerikës natyrisht kanë misione të ndryshme, por ato ndajnë disa objektiva të përbashkëta, që të mbulojnë zhvillimet e komunitetit shqiptar-amerikan, mesat e tij të shumta në shoqërinë amerikane, forcimin e lidhjeve mes popullit amerikan dhe popullit shqiptar, si dhe nxitjen e vlerave demokratike në territoret shqiptare. Gjatë dekadave ne kemi patur lidhje shumë të mundshme. Vazhdimtarisht e Diellit dhe të Batës janë pasqyruar gjithësisht në programet e Zërit Amerikës. Por të tjera regjistrimesh origjinale të dokumenteve dhe takimeve të Batës, si dhe fjalimet e panolit dhe të shqiptar-amerikanëve të tjerë të shquar, të regjistruara në mënyrë profesionale nga Luke Prifti, i janë dorëzuar presidentit të Batës, Antoni Atanas, dhe Kishës Ortodokse në Boston. Me sa di unë këto regjistrime janë dorëzuar në vitin 1980 Bibliotekës Kombëtare në Tiranë. 3 gazetarë të njohur të Zërit Amerikës kanë punuar si redaktor të Diellit: Piero Tyko, Nelo Drizari dhe Xhevat Kallajxhi. Dhe ish kolega ime në Zërin Amerikës, Rafaela Prifti, tani shërben me devotshmëri si redaktore e gjuhës anglisht për Diellin. Shumë gazetarë të tjerë të Zërit Amerikës, Penje Pipa, Frans Shkreli, Gjek Gjorgjetaj, Idris Lamaj, Iliri Kolomi dhe Astrid Lulushi kanë bashkëpunuar kusht në gazetën Dielli. Unë personalisht kam qenë shumë me fat se kam patur një marrëdhënie të gjatë me Batën dhe me Diellin dhe jam shumë krenar për faktin që shkrimet e mia të para janë botuar në gazetën Dielli. Faleminderit. Unë kam patur nderin dhe kënaqësinë të kam njohur shumë personalitete të njohura të Batës dhe të Diellit, por sot dua ta kuptoj shkurtimisht Xhevat Kallajxhi. Pas e karrierën të shtuar për 3 dekadash në Zërin Amerikës, Goti Kallajxhiu ka redaktor i Diellit, postë të cilit shërbeu nga viti 1976 deri në vitin 1986. Ai ringjalli Diellin, rriti standardet gazetareske, zgjeroi fushat e bulimit dhe u përshëndrua veçanërisht në sfidat të cilat ndeshej në atë kohë diaspora jonë, Shqipëria, Kosova dhe Çamria. Zoti Kallajxhi ishte veçanërisht interesuar në afrimin e gjeneratave të vjetra dhe të reja të shqiptaro-amerikanëve. Përmes Diellit ai u krijoi atyre mundësinë që të botonin artikujt dhe komentet e tyre. Zoti Kallajxhi ishte një person me integritet të lartë, i respektuar gjithësisht. Ai person të lartë të rëndësimi e objektivitetit dhe drejtësisë, të cilat janë të lidhura ngushtë me besueshmërinë, pasuria me çmuar e të organi shtypi. Zoti Kallajxhi vendosi një standard të lartë për gazetarë shqiptar dhe ai na ka lënë një trashëgimi të pasur. Angazhimin më të lartë ndaj standardeve gazetareske, objektivitetit, drejtësisë, respektit, si dhe bindjet e fuqishme demokratike dhe patriotike. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, është e natyrshme që ne të dalemi tek arritjet e së kaluarës. Por mendoj se gjithashtu është e rëndësishme që të shikojmë drejt të ardhmes. Komuniteti shqiptaro-amerikan ka luajtur një rol të rëndësishëm në përpjekjet për të ndikuar në politikën e jashtme amerikane për çështjet shqiptare.
Pas kulmit e euforisë që pasoi pavarësinë e Kosovës, veprimtaria e shqiptar-amerikanëve ara ndjeshë. Komuniteti tani duket përgjithsisht I flokshëm. Është e rëndësishme mendoj unë që komuniteti të mbetet I angazhuar. Tiovi, si dhe gazeta tjetër shqiptar-amerikane e Liria, janë në gjendje të mirë për të nxitur veprimtarinë e komunitetit. Të jemi realist. Ndikimi I gazetave të diasporës mbi zhvillimet në Kosovë dhe në Shqipëri ka të ngjartë I kufizuar për shumë arsye dhe arsye objektive për cilat nuk mund të flasim tani. Sidoqoftë, dielli dhe Liria mund të kontribuojnë duke ndjekur në qasje të bazuar tek faktet për lajmet dhe informacionet, duke ofruar një gamë të gjerë opinionesh mbi çështje kryesore dhe duke shërbyer si një forum për debatin publik. Shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Maltezi dhe në Kosovën Lindore, me të drejtë, duhet të jenë krenar për arritjet e tyre në dekadat e fundit. Megjithatë, ky përparim po rrezikohet sot nga disa prirje negative, që tentojnë krijimin e një shoqërie të begatë dhe demokratike. Shoqëritë shqiptare në përgjithësi bojnë nga një polarizim I rrezikshëm politik, nga qeverisje të dobeta, nga korrupsioni I përhapur thellë, nga mungesa e zerave të besueshëm për kompromis dhe moderim. 20 vjet pas çlirimit, Kosova ka arritur përparime të shumta, por mbetet një shtet I prisht. Negociatat me Serbinë duket se dominojnë gjithçka në Prishtinë, duke bërë shumë të vështirë që udhëheqja të përqendrohet seriozisht në çështjet e ngushtë të brendshme. Kohët e fundit, pozita e Kosovës është dëmtuar nga hapet e gabuar të Prishtinës dhe nga ngritjet e shumta brenda udhëheqjes shqiptare atje. Mungesa e parashkrimit mbi çështjet themelore si negociatat me Serbinë kanë dëmtuar pozitën vendimtare të Kosovës dhe kanë krijuar pavarësi mes mbështetësve më të fuqishëm të Kosovës përfshirë Shtetet e Bashkuara. Këto dame që Kosova ja ka shkaktuar vetvetes janë rezultat I dështimit të aktorëve kryesor për të bashkëpunuar në hartimin, zbatimin e politikave të përbashkëta. Presidenti Hashim Thaçi duke I bindur se mund të arrite një marrëveshje me homologën e tij serb për një politikë kufesh në shkëmbim të njohjes së Kosovës nga Beogradi. Plani I tij ka hasur në kundërshtime të ashpra, pasi ai nuk arriti që të angazhojë aktorë tjerë kryesor, veçanërisht kryeministrin Ramush Haradinaj, ose të sigurojnë mbështetjen e publikut për shkëmbim territorësh. Kjo ka shkaktuar probleme serioze brenda elitës politike dhe ka dëmtuar pozitën e Kosovës në negociatat e ardhshme në Serbi. Shprehja publike e mosmarrëveshjeve politike në Prishtinë për këtë çështje u ka dhënë municion atyre që vënë në dyshim vetë ekzistencën e shtetit të pavarur të Kosovës. Dhe kjo po ndodhe një kohë ndryshimesh të rëndësishme në mjedisin politik ndërkombëtar, shumica e të cilave janë në favor të Serbisë. Vazhdimi I këtij ngjerçi politik, marrëdhëniet jo funksionale mes aktorëve kryesor dhe paraliza e procesit vendimmarrës mund të çojnë në një rënje të vazhdueshme të Kosovës si brenda ashtu dhe jashtë. Udhëheqësit e Kosovës duhet të gjejnë mënyra për të kapërcyer ndarjen politike dhe për të përcaktuar rrugën drejt të ardhmës. Ata do të bënin gabim të madh sipas mendimit tim, nëse do të binin në vetkënaqësi dhe nëse do të bënin si të mirëqen mbështetjen e vazhdueshme dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara. Edhe shqiptarët amerikanë, besoj, nuk mund të mbyllin sytë ndaj veprimeve që mund të dëmtojnë marrëdhëniet e veçanta me Shtetet e Bashkuara. Shqipëria nga ana e saj po përballet me probleme më serioze që pas situatës shkatrimtare të vitit 1997. Gjendja politike po përkeqësohet dhe ani po përjeton praktikisht zhbërjen e sistemit të kontrollit të balancave,
gjyqësori duke t'i paralizuar, institucionet që shërbejnë si themeli në mbështetjen e proces vendimarrjes racional, gjithëpërfshirës dhe demokratik janë të dobta.